Vllaznia në basketbol për femra është skuadra për të mundur. Kjo skuadër ka marrë fitoren e 5 radhazi në kampionat duke mbyllur në mënyrën më të mirë këtë vit. Vajzat shkodrane në një ndeshje të vështirë kanë arritur të fitojnë përballë ekipit të Skënderbeut në sfidën që u luajt në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Është një rritje gati spektakolare e vllaznisë, e cila pa frikë gradualisht po futet në vallën e pretendentëve. Viktima e radhës ishin vajzat korçare përballë të cilave ekipi kuqe blu fitoi 67-53. Me këtë fitore vllaznia thuajse ka siguruar vendin e 4 në renditje, duke qenë në fazën play-off, ku diskutohet titulli kampion. Përtej kësaj, vajzat shkodrane duke parë ecurinë pozitive, kanë rritur kërkesat e tyre dhe tashmë synojnë vendin e 3 në renditje, duke qenë se është plotësisht i arritshëm. Vllaznia ndaj Skënderbeut ka dominuar pothuajse gjithë takimin, duke arritur që të zhvillojë një lojë më të mirë që i solli edhe fitoren. Perioda e parë është mbyllur me shifrat 18-14. Në periudhën e dytë është sërish vllaznia që fiton 13-10, duke u udhëhequr me 7 pikë gjysmën e parë të lojës, me rezultatin 31-24. Korçaret vetëm në periudhën e tretë arrin të fitojnë 21-17, duke bërë që pa periudhën e fundit vllaznia të kryesojë me 3 pikë diferencë, 48-45. Shkodranet nuk lëshojnë më dhe fitojnë 10 minutëshin e fundit 19-8, duke shuar çdo dyshim dhe duke marrë një fitore të rëndësishme me rezultatin e përgjithshëm 67-53. Me 5 fitore radhazi, vllaznia në basketbollin e femrave bëhet një skuadër e frikshme dhe ekipi drejtuar nga dyshe Raimonda Rasha dhe Afërdita Rakaj do tentojë edhe fitimin e titullit kampion, çka do të ishte surpriza më e bukur e këtij sezoni.